Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në aeroportin e Prishtinës, me lejen e Allahut Azza wa Jall për Gjidde, Medine, pastaj edhe në Mekke për umre. Elhamdulillah, jemi mirë, ka fillu mirë e marë, andaj falenderojmë Allahun Azza wa Jall për këtë mirësi që na ka nderu. Pastaj falenderojmë edhe vllaun ton Idris Qelën, Idris Travellën, i cili po na mundson këtë udhtim të hajrit dhe të bereqetit. Andaj i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el-hujjaju wal-ummaru wafdullah, haxhit dhe umregjit janë musafir të Allahut. I lutemi Zotit me emrat e tij dhe cilësitë e tij dhe me emrin e tij të madh që Allahu këtë udhtim tonin ta pranoj, na mundsoj vizitën e xhamin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, pastaj salavatet e gvarrit Resulullahit, pastaj edhe vizitën pra kryemjen e umrës në Mekke. Edhe njëherë, falenderojmë dhe jemi mirënjohës, tejet mirënjohës Idris Qelës, i cili po na mundson me përjetu dhe me shiju këtë udhtim të imanor, besimit, islamit, timanit dhe ihsanit. Selam nga aeroporti i Prishtinës, pastaj me emrin e Allahut Azza wa Jall do t'ju përshëndesim nga aeroporti i Gjiddës, pastaj edhe nga Medinja e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Selamu alaikum.